Okej, leti futemi me një herë temës. Sot po zbërthejmë një vepër vërtet të thellë, kolapsi vetdijes nga Berzal Sadiki. Tani, ky nuk është thjesht një libër me ese, është fjalë për fjalë një manifest filozofik që diagnostikon me saktësi kirurgjikale krizën e gjendjes moderne njerëzore. Kjo analizë do të na udhëheqë në një rrugtim fantastik drejt qendrës së asaj që do të thotë të jesh njeri në një epokë ku shpejtësia ka zëvendësuar plotësisht kuptimin. E nisim me këtë premisë super goditëse. Zbrastia që kërkon duar trokitje. Wow! Kjo frazë godet fiks në shenjë se si ekzistenca jon moderne përcaktohet nga një nevojë dëshpëruar për vërtetim nga të tjerët, sidomos brenda atij që mund ta quajmë një hapësirë boshe digjitale. Është ne pasqyrë pak se e ftohtë, apo jo, por tmerrsisht reale e mënyrës se si funksionojmë sot. Por ta zbërthyer mirë këtë diagnozë, do të kalojmë më shpejt nëpër 5 faza. Rrafshi linear, ku dominon shpejtësia bosh, pastaj rrafshi kuantik i vibrimit të heshtjes, rrafshi etik, ku morali kthehet në mas, ai ontologjik për t'u rikthyer te qendra, dhe në fund, vet kolapsi si një mundësi për t'u zgjuar. Le të vazhdojmë. Atëherë, faza e parë, rrafshi linear, apo siç njihet ndryshe, shpejtësia bosh. Fillon gjithçka në sipërfaqe. Rrugtimi ynë i rënjes nis thjesht me kohën kronologjike, por pastaj, kalon në një mbingarkesë marramendse, absurde informacioni, dhe cili është rezultati përfundimtar i kësaj shpejtësie boshe? Një degradim i plot i çdo lloji autoriteti. Na skemi më as një sekond për të përthithur apo asimiluar gjë, thjesht konsumojmë pa u menduar, si një dietë fast foodi për trurin. Kjo na tregon se si kjo teori reflektohet thellësisht në përditshmëri, kryesisht në ato rrëshqitjet e pafundme, zinxhiret bosh të rrjeteve sociale. Njeriu kthehet thjesht në një mas. Në një realitet që i ka humbur të gjitha pikat e referimit, të mbash një qëndrim, në fakt kthehet në të vetmin rënd të ri të mundshëm. Kalojmë te pika e dytë, rrafshi kuantik, ose vibrimi i heshtjes. Tani, këtu kemi një paradoks vërtet të çuditshëm. Prania përballë mungesës. Ne jemi absolutisht kudo, në imazhe, në zhurmën e pafundme të rrjetit, gjoja super të lidhur. Por a jemi vërtet? Esenca jonë është krejtësisht e shpërndar dhe e jashtëzakonisht e paqëndrueshme. Kjo shpërndarje na shitet si një lloj liria, por në të vërtetë është thjesht humbje e asaj koherencës sonë të brendshme. Dhe për të luftuar këtë, autori sjell konceptin e superpozicionit. Tingëllon si term fizike, edi, por ka të bëjë me gjetjen e një qendre të brendshme. Është mbajturit fort të asaj energjie me frekuencë të lartë të së vërtetës, pavarësisht faktit që kaosi total po u lëri në rreth nesh. Është ai stabiliteti që sfidon krejtësisht zhurmën. Ky dedikim nga libri e kap thelbin në mënyrë perfekte, atij që heshti kur zhurma sundoi. Shiko, heshtja këtu nuk do të thotë dorëzim apo një zero boshe. As pak, në fakt korrigjim është komplet e kundërta. Heshtja trajtohet si një frekuencë shumë e lartë vibrimi që ruan plotësisht energjinë dhe të vërtetën tonë. E fshim dhe një shtres tjetër tani. Hapi i tretë, rrafshi etik morali si mas. Çështja kryesore këtu është një përplasje e fortë. Kemi një shoqëri që po bie me shpejtësi marramendse në një anarki shpirtërore, ku çdo gjë lejohet dhe asgjë s'ka më asnjë peshë, përballë një nevoje urgjente për atë që quhet etika e qëndrimit, kur morali fillon e shihet thjesht si një pengesë e bezdisshme, të mbash një qëndrim mbetet spiranca e vetme që na mban. Këtu jepet një goditje e rëndë etike ndaj egove tona të fryera të kësaj epoke. Është fjalë për fjalë një thirrje për të marrë përgjegjësi. Të themi më në fund, mjaft me këtë zhurmë boshe që s'ka absolutisht asnjë kuptim, dhe mjaft me këtë heshtje që s'mund të durohet më. Tani zbresim në thellësinë maksimale. Pika e 4. Rrafshi ontologjik. Rikthimi tek qendra. Ballafaqohemi drejt për drejt me dramën më të madhe të shekullit të 21. Nga njëra anë kemi sipërfaqësien e të shfaqurit, matjen e jetës me likes apo imazhe të kuruara. Nga ana tjetër, kemi peshën e thellë metafizike të qenit vërtet, sepse të jemi të qartë, të shfaqesh s'ka absolutisht asnjë lidhje me ato çfarë do të thotë të jesh. Argumenti thelbësor është që ne kemi humbur shenjën e qendrës. Dhe paralajmërimi është super i qartë. Pa një pikë të fortë referimi, qoftë ky Zoti, e vërteta, apo thelbi i vetqenies, kjo gjoja liria jon përfundon të jetë thjesht një rënje e lirë. Një rënje e lirë
pas një parashut drejt hiqit absolut. Dhe kjo na sjell në pikën e 5 dhe të fundit, kolapsi si një mundësi e artë të zgjimi. Tani që arritëm në qendër, mund ta shohim të gjithë këtë me një sy tjetër. Kolapsi modern nuk është një pikë fundore dëshpërimi. Që vetdia të shpëtohet, ato format e vjetra dhe të rreme, fjalë për fjalë duhet të shemben fillimisht. Vetëm kur kjo ndodh, rënja ndërpritet. Dhe pastaj, përjetojmë një rilindje drejt një forme shumë të pastër e të vërtet. Është një spastrim thelbësisht i nevojshëm. E gjithë kjo strukturë ofron një vlerë të jashtëzakonshme kudo. Sfida të thella për akademikët, leksione masive të mendimit kritik për studentët, dhe ajo që është super rëndësishme, një këmban alarmi për prindrit që të mbrojnë mendjet e të rinjve nga kjo ideologji dërmuese e shpejtësisë. Është një udhërfyes për të gjithë. Drita nuk ka ikur, ajo thjesht pret. Ky është mesazhi përfundimtar, një dritare shpresë e jashtëzakonshme. Drita e vetdijes njerëzore nuk është zhdukur përgjithmonë. Ajo thjesht qëndron aty, në heshtje, duke pritur që gjithë ky kaos që na rrethon të fashitet më në fund. E cila na lë pas me një pyetje vërtet provokuese për fund. Drita po pret. Por, a do të kemi ne guximin ta fikim këtë zhurmë artificiale në mënyrë që ta shohim atë? Kjo është sfida e vërtet, çelësi për të dalë nga ky kolaps dhe për të rimarrë dinjitetin e qenies son. Mendojeni pak këtë. Faleminderit që e ndoqët këtë zbërthim. Kemi shumë për të reflektuar.